Djemtë e rrugës Pal, nga Ferenc Molinar. Ky libër të çon në botën e fëmijërisë, aty ku një shesh i vogël loje bëhet më i rëndësishëm se gjithçka tjetër. Dy grupe djemsh përplasin për të mbrojtur atë që për ta është territor, krenari dhe identitet. Por shumë shpejt kupton se kjo histori nuk ka të bëjë vetëm me lojën. Ajo flet për rregulla të pashkruara të miqësisë, për besnikërinë ndaj grupit dhe për peshën e fjalës së dhënë. Në qendër të rrëfimit qëndron Meçeku, djali më i vogël dhe më i brisht, i nënvlerësuar nga të tjerët, por që me veprimet e tij tregon se guximi nuk matet me forcën fizike. Ai nuk kërkon lavdi, nuk bën zhurmë, por zgjedh të qëndrojë besnik ndaj parimeve të veta, edhe kur kjo i kushton shëndetin dhe jetën. Pikërisht përmes tij, romani të bën të reflektosh se çfarë do të thotë jesh i drejtë, i ndershëm dhe i përgjegjshëm. Rrëfimisht i thjesht, i drejtë për drejtë dhe shumë i afërt me botën e fëmijëve. Personazhet gabojnë, emocionohen, krenojnë dhe friksojnë ashtu si çdo fëmijë apo i ri. Konflikti nuk zgjidhet me fitore të lehtë, por me një pyetje të fortë që mbetet edhe pas mbylljes së librit. Çfarë ka më shumë vlerë? Fitoria apo dinjiteti? Leximi i romanit Djemtë e rrugës Pal është një përvojë që të bën të mendosh për miqësinë, për shoqërinë dhe për vendimet që na përcaktojnë si njerëz. Është një libër që lexohet me emocion dhe që mbetet gjatë në kujtesë, sepse flet për gjëra të vogla në pamje të parë, por të rëndësishme për rritjen dhe formimin e karakterit të njeriut.